Ajo është një emër mjaft i përmendur në showbizin shqiptar, po flasim për Egli Takon, ku gjatë kohës ai ishte brenda shtëpisë së famshme, krijoi mjaft fansa, por ka dhe nga ata që e kritikojnë në vendimet dhe deklaratat që ajo i jep. Përsa e përket lidhjes së saj me Gjestin, me sa duket, ata po e mbajnë të fshehtë dhe larg syrit të mediave, por ka disa fansa që mendojnë se ata e kanë dhënë fund lidhjes së tyre dhe tani më shef secili drejtimet e veta. Por postimi i dieshëm i Eglit i ka lënë pa fjalë të gjithë. Për krah fotos, vëmendje mori shkrimi i saj: "E ku shkove, pse më harrove?" Ndjekësit direkt të mbishkrim lidhe me raportin e saj me Gjestin, por me sa duket, kjo është pjesë e tekstit të këngës së re që Egli lajmëroi se do të dalë ditën e sotme, me datë 26/5/2025. Se a do të jetë një dedikim për Gjestin, për këtë na duhet të presim, por na duhet të themi se kurioziteti është mjaft i madh, sidomos për të dëgjuar përmbajtjen e tekstit, ku aty fansa do të deshifrojnë se për kë i ka shkruar këto rreshta Egli Tako.